Miqtë e mi, përshëndetje. Ka nga ata njerëz që përfshihen në çfarëdo lloj sherri të mundshëm. Kështu ishte edhe personazhi i historisë sonë të sotme, që kur ishte në shkollë fillore, ai futej në telashe thuajse çdo ditë, e zihej me të gjithë. Kur ishte ende i ri, u bë pjesë e marinës ushtarake, vetëm sepse i pëlqente lufta. Gjatë kësaj kohe, ai pa e kuptuar ishte bërë pjesë e një lufte të padukshme, në të cilën ndodhet ende, sepse zemra, mendja dhe jeta e tij janë bërë të lira nga prangat. Komandant, ne duam të transferohemi. Ku? Në një vend ku të jemi më aktiv. Të tre e doni këtë gjë? Po, zotri, të tre. Më shumë aktiv, a? Çfarë po bluani në mendje ju dima? Po ja, zotri, ne erdhëm këtu për të luftuar. Për këtë jemi trajnuar. Kështu që duam të përballemi me armiqtë tanë. Mos keni pirgjë? Jo, zotri, e kemi seriozisht. Dëgjoni këtu. Kjo nuk është luftë si nëpër filma. Është e vërtetë dhe detyra ime është që t'ju kthesh shëndosh e mirë në shtëpi tek të afërmit e miqtë tuaj. Jo që ju të plotësoni tekat e armiqve. Do t'ju jap disa ditë kohë për ta menduar sërish kërkesën tuaj të çuditshme. Po ndiqni të lirë nga prangat radiodramatizimin e historive të vërteta njerëzore. Këto histori janë prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe vinë për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju ftohet të ndiqni programin me numër 358, programi që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Jam i bindur se je shumë i lumtur që nuk u transferove në njësin tjetër. Ashtu është, zotri. Do të doja shumë që as dy miqtë e mi të mos kishin shkuar. Unë u përpoqja ti paralajmëroja, por ata u treguan tejet kokfort. Dhe tani nuk janë më. Fatkeqësisht. Të falenderoj që erdhe me mua, Berens. Nuk ka për të qenë udhëtim i lehtë. Më mirë të bëja diçka tjetër se sa këtë udhëtim, komandant. E po dikush duhet shkonte. Ti i njeh ata më mirë se çdo kush tjetër në njësi. Kështu që do të duhet të identifikosh trupat e tyre të pajetë. Personazhi i historisë sonë të sotme ishte vetëm 19 vjeç dhe shërbente në Vietnam kur kjo ngjarje e rëndë e shkundi fort dhe e solli me këmbë në tokë. Kjo është historia që tregon se si arriti deri në atë pikë dhe ku shkoi prej andej. Është dëshmia e vërtetë e Billy Berens, që vjen te këtu tani në të lirë nga prangat. Të gjithë fajin ja hidhja shkollave fetare ku kisha shkuar. Ato kishin shumë disiplinë dhe as pak dashuri. Notat e mia linin për të dëshiruar dhe futesha në telashe, sepse thyeja rregulla dhe zihesha me të tjerët. Pas klasës së 6 prindrit më lanë të lirë të zgjidhja, dhe unë zgjodha të ndiqja një shkollë publike pranë shtëpisë. Prindrit më çonin në një kishë, po asnjëherë nuk e mora ungjillin. Të gjithë mësimet ishin gënjeshtra që të besoja se mund të shkoja në parajs duke bërë vepra të mira. Por me sjelljen që unë kisha, kjo ishte e pamundur. Në vitin e fundit të gjimnazit e dija që niveli mesatar i notave nuk mjaftonte për të vazhduar studimet e larta. Por një ditë unë dhe miku im Edi pam dikë që na bëri shumë përshtypje. Ej plako, shikoj pak atë burrin me uniformë. Duket shumë serioz apo jo? Mendoj se është marinc në uniformë. Edhe unë do të doja të isha marinc. Nëse do të më duhet të futesha në ushtri, unë do të zgjidhja marinën. Po pse të mos shkojmë një herë në qendrën e rekrutimit në qytet? Të pyesim se çfarë procedurash duhet ndjekur. Je i sigurt që dëshiron ta bësh këtë? Unë nuk shkoj dot në universitet, të paktën jo me notat që kam. Edhe po të fillonim punën në ndonjë fabrikë, do të lodheshim shumë. Pas diplomimit në korrik të vitit 1965, ne u regjistruam dhe na dërguan me anije në Paris Island. Ato ishin 11 javët më të vështira të jetës time, ku instruktori ushtarak na përgatiti për të futur në marinë. Pas trajnimit fillestar erdhi trajnimi i avancuar i këmbësorisë. Unë dhe Edi ishim vendosur të dy në kampin Lejon të Karolinës Veriore. Ai ishte ndërlidhës, ndërsa unë artilier. Në fillim të vitit 1966, shkuam në shtëpi me leje në Pensilvani. Unë do të dal me dashurën time. Pse nuk vjen ti? Kam gjetur vajzën e dur. Të dal me të pa e njohur? Jo, faleminderit. Pa e tani Bill. Ka për të pëlqyer. Është një shoqe e ngushtë të dashurës time. Edi, takimet të tilla nuk funksionojnë asnjëherë. Kjo ka për të funksionuar. Ke për ta parë?
E lëm për të shtunën mbrëmë? Si e ka emrin? Marlena. Por që të gjithë e thrasin Marli. Ende në shkollë është? Po, në të njëjtën shkollë ku kemi qenë edhe ne. Në çfarë klase? Në vitin e parë të gjimnazit. Po pse me qilimi do dalim ne? Harroje. Atë lodën bill. Mos u bëj kaq kokë fort. Do të kënaqemi shumë. Në rregull, por vetëm këtë herë. Megjithëse ajo jetonte 5 minuta larg shtëpisë time, unë nuk e njihja. Kur mbërrita në shtëpinë e saj, ajo po vonoi për të zbritur. Më pas mësova arsyen. Më vjen keq u vonova, po i tregoja nënës për mbrëmjen e sotme. Për mbrëmjen e sotme? Në fakt, nuk do t'i thosha asgjë, por në minutën e fundit më ngacmoi ndërgjegja. Ç'lidhje ka ndërgjegja? Unë të mbaj mend kur ishe në gjimnaz, sepse merreshe me atletik dhe boks. Por nëna nuk e dinte që tani ti e Marins. E kisha menduar që mund të mos pranonte. Po, njerëzit i shohin me sy të mirë Marinsat. E di, por nënat kështu e kanë. Me ato që kam parë ka të drejtë të shqetësohet. Besoj se tani çdo gjë është në rregull apo jo? Ajo u mërzit pak në fillim, por ka besim tek unë. Më njeh shumë mirë. Në fund të mbrëmjes e kuptova që ajo ishte e veçantë. Mbase ishte e duhura për mua. Pasi u ktheva në kampin Lezhon, ne vazhduam të komunikonim me letra. Në atë kohë njerëzit informoheshin vazhdimisht për luftën në Vietnam, dhe unë vazhdoja të bëja kërkesa për të shkuar atje. Në vjesht u stërvitëm në Fort Bragg, dhe unë isha në tent duke fjetur kur një reshter më zgjoi në orën 2 të mëngjesit. Berens, këtu je? Po, zotëri. Dil jashtë. Po, zotëri. Bëj gati gjërat e tua. Në orën 5 duhet të paraqitesh në kampi Lezhon. A mund t'ju pyes pse, zotëri? Sepse t'u plotësua dëshira. Do të shkosh në Vietnam. Më mbuloi një val emocioni dhe frike. Mora një leje 30 ditore dhe u ktheva në Pensilvani ku e takova Marlin çdo ditë. Miqësia jon u bë më e fortë. Të pëlqen të udhëtosh, apo jo Billy? Po, gjithnjë më ka pëlqyer. Përveç punës në flotën tetare, i madh punon edhe si rojtar pylli. Kështu që jam rritur duke e dashur gjuetin, peshkimin dhe kampingun. Ashtu? Edhe mua më pëlqen kampingu. Në gjimnaz kam fituar shumë para me gjuetin dhe i kam kursyer. E po, pas ke lindur pikërisht për të qenë pjesë e marinës ushtarake. Një gjë është e sigurt, asnjëherë nuk ja kam mbathur nga një betejë. Nëna ime është nga Belgjika. Ajo dhe babai u njohën dhe u martuan kur ai ishte me shërbim në vendlindjen e saj dhe lufta po mbaronte. Mendova se babai yt ishte në flotën detare. Tani punon në flotën detare, por në atë kohë ka qenë mjek ushtarak. Sidoqoftë kur unë isha 10 vjeç, nëna më çoi bashkë me 3 motrat e mia në Belgjik për të takuar familjen e saj. Do të qëndronim atje për një periudhë të gjatë kohore, kështu që fillova shkollën. Por më përjashtuan që ditën e parë. Për zënka? E gjete. 4-5 djem deshën të përfitonin nga unë sepse isha Amerikan, por unë i munda të gjithë. Mbase ajo ishte e para përgatitje për në marin. Mendoj se po. Po, kur do të largohesh? Fillimisht do të shkoj në kampin Pendleton, në akademinë ushtarake. Ndaj mendoj se do të nisem pas disa muajsh. Billy, a mund të më japësh adresën që të shkruaj kur ti jesh atje? Sigurisht që po, Marli. Do t'jem në pritje të letrave të tua. Pas trajnimit në kampin Pendleton, ika në Okinawa për të dhënë udhëzime, dhe prej andej shkova në Vietnam ku më caktuan në skuadriljen e 3 të marinës që ndodhej në veri. Natën e parë e kalova i shtrirë në kasole pa mundur të flija. Nga larg dëgjoja zhurmë artillerie. Realiteti i jetës dhe i vdekjes më mbushën kokën plot dhe për herë të parë kuptova që do të përballesha me vdekjen dhe ferrin. Në Vietnam kishte raste kur shtrihesha pas thasëve të rërës dhe lutesha duke i kërkuar Perëndis ta kursente jetën time. Sepse e dija që po të vdisja meritoja ferrin. Megjithatë, kur 2 miqtë e mi u larguan për të shkuar në një zonë më aktive, unë qëndrova dhe isha i detyruar të identifikoja trupat e tyre, sepse ata humbën jetën. Nuk kam për të harruar kurrë ankthin që ndjeva kur pash trupat e tyre të coptuar. Me anë të një letre i propozova Marlit, por ajo nuk më shkroi më. Kështu që mendova se në jetën e saj ishte dikush tjetër. Më pas erdhi muaji janar dhe filloi ekspedita ushtarake më e madhe e luftës në Vietnam.
Ishte viti 1968. Ne nuk mund të kalonim kufirin për 14 ditë. Kështu që nuk e kisha mundësin që t'i shkruaja familjes, e cila kishte dëgjuar se ishin vrarë qindra marinsa. Kjo ekspeditë ushtarake përfundoi në të njëjtën kohë me shërbimin tim në Vietnam. Na dërguar në Da Nang ku hipëm në bordin e një aeroplani reaktiv, të gëzuar që po largoheshim. Kur shkuam në Pittsburgh, telefonova të afërmit e mi, dhe ata erdhën në aeroportin e Harrisburgut. Pra andej më morën në shtëpi. Ndërkohë Marli e shqetësuar për mua vendosi të telefononte prindërit e mi me mendimin se askush nuk do t'ja njihte zërin. Por nëna e njohu menjëherë dhe ma dha mua telefonin. Keni marrë ndonjë lajm nga Billy? Marli, jam unë, Billy. Jam në shtëpi. Billy, kur u ktheve? Sot. Kam qenë shumë e shqetësuar për ty. Lajmet që kemi marrë nga Vietnami nuk kanë qenë as pak të mira. Në fakt qëndrova atje për 17 ditë. Por ata thanë se mira ushtar janë vrarë. Në fakt kishte më shumë të vrarë nga ana e kundërshtarit. Nuk na lejoi të shkruanim letra. Jam e lumtur që je mirë. Po ti pse nuk më ke shkruar më? Sepse ti po e merrje shumë seriozisht lidhjen tonë. Ndërsa unë dua të mbaroj gjimnazin dhe të vazhdoj studimet e larta. Por unë nuk do të bëhem as pak pengesë, Marli. Unë të dua. Edhe unë të dua, Billy. Jam shumë e gëzuar që je kthyer shëndoshe mirë në shtëpi. Do t'ikësh prap, apo jo? Jo më në Vietnam. Por më kanë mbetur edhe 2 vite shërbim në marinë dhe më kanë zgjedhur në shkollën e instruktorëve ushtarak në Paris Island. Je i kënaqur me këtë? E po ëndra ime do të bëhet realitet. Por tani jam me leje. Kur mund të takoj? Megjithse ishim të rinj, 5-6 veta nga ne shkuan në shkollën e instruktorëve ushtarak. Dhe eksperienca në Vietnam ishte një plus për ne. Unë u diplomova i 3 në klasë. Por të qenit instruktor ushtarak kishte një të keqe. Çdo ditë duhet t'ju mësoja të rinjve artin e vrasjes. Dhe kjo më bënte të pandjeshëm si njeri. Unë u bëra pjesë e një kulti fetar, por isha shumë larg nga Zoti. Më pas mora urdhër për t'u kthyer në Vietnam. Po tani çfarë do të bësh? Në fakt shërbimi im duhet të fillojë, ndaj mendoj të dal nga marina ushtarake. Po më pas? Dua të shkoj në universitet. Unë mendoja se nuk mundeshe për shkak të mesatares së ulët të notave. 2 oficer drejtues kanë shkruar disa letra rekomandimi dhe më kanë pranuar në Universitetin e Shippensburgut. Vërtet? Nuk ndodhet shumë larg universiteti tim. E di sepse kam bërë disa kërkime. Ti je vetëm 2 orë larg meje në veri, kështu që unë mund të udhtoj me makinë që të takojmë i fundjavave. Unë u specializova në biznes, ndërsa Marli që e kishte përfunduar gjimnazin me nota të shkëlqyera, u specializua në mësimdhënie. Nuk kaloi shumë kohë dhe ne u fejuam. Gjatë njërës prej vizitave të mia ajo dukej e tensionuar dhe më tha diçka që më la pa fjalë. Billy, unë nuk mund të martohem me ty. Çfarë? Mos më thuaj që ke gjetur dikë tjetër. Kush është? Ma trego se ja tregoj unë qejfin. Nuk ka asnjë djalë tjetër. Por javën e shkuar u shpëtova dhe nuk mund të martohem me ty sepse ti nuk je i shpëtuar. Mendoj se të kuptoj, por dua të dëgjoj mirë edhe nga ti. Unë ja dhash jetën time Jezus Krishtit dhe duhet i bindem asaj që ai thot në Bibël. Atje thuhet që unë nuk mund të futem në një zgjedhje me një jo besimtar, me dikë që nuk ja ka dorëzuar jetën e tij Krishtit. Ushtira sikur isha i interesuar në besimin e saj të ri. Dhe javën tjetër shkova ta takoja sërish për ta dëgjuar. Ndërkohë që ajo fliste, unë buzëqesha me mendimin se kjo do ta kthente sërish marrëdhënien tonë në normalitet. Në të vërtetë nuk e dëgjoja. Kur ajo më tregonte si të shpëtohesha, unë mendoja çfarë do të më pëlqente të bëja në vend që të dëgjoja. Pas 3 javësh ajo erdhi të më takonte. Dhe doja t'i tregoja se dëshira e saj për shpëtimin tim do të plotësohej. E kupton tani pse është e rëndësishme për një besimtar që të martohet me një besimtar tjetër? E di çfarë, Marli? Unë dua të vi në kish me ty javën tjetër. Zgjidh kë kish apo denominacion të duar dhe unë do të vi me ty, por vetëm një herë. Vërtet? Ja të kontrolloj pak numëratorin telefonik. Do të shkojmë në një kishë e cila beson të njëjtat gjëra që besonte kisha ku u shpëtova. Një e moshuar më tha se pas shpëtimit, unë kam nevojë të martohem me dikë që është i krishterë. Ja, e gjeta një. Do të shkojmë këtu.
Më mirë të më kishin dërguar në ndonjë depo armër se sa në atë kish, por sidoqoftë shkuam. Duke qenë se isha rritur me një besim tjetër, i kërkova Marlit të më premtonte se do të më tregonte çdo gjë që bënte, dhe i mbajta krahun ndërkohë që hym në kish. Unë doja të ulesha në fund, por ajo vazhdoi përpara dhe e ndoqa duke e kundërshtuar gjatë gjithë kohës. Në fund ajo ul në një stol tek radhët e para. Na doli që kisha kishte probleme dhe pastori merrte letra anonime të cilat i lexonte para besimtarëve të tjerë dhe më pas reagonte i inatosur. Mendoja se kjo ishte emocionuese, por për Marlin nuk ishte kështu. Sa shërbes interesante. Dua të them pasi pastori e lexoi letrën dhe u lëriti duke thënë: Zoti anonim, dil hapur që t'i zgjidhim gjërat si burrat. Mendova do të kishim ndonjë përleshje si në kohërat e vjetra të marinës ushtarake. Por askush nuk lëvizi. Base Zoti anonim nuk ishte i pranishëm. Nuk mund ta besoj. Ti tani nuk do të shpëtohesh kurrë. Më vjen keq që u zhgënjeve zemër. Unë nuk mund të martoj me ty, Billy. Nuk kemi më punë bashk. Të dielën tjetër mendova se do të ishte dita e famshme ku Zoti anonim do të ngrihej dhe nuk mund ta humbisja atë zënk. U ktheva sërish në kish, dhe pa dyshim që ndodhi e njëjta gjë. Një njeri normal nuk do të kishte shkuar sërish në atë vend, por Perëndia e dinte çfarë kërkoja. Të shikoja për leshje. Kështu shkova në kish për arsyen e gabuar. Sidoqoftë dëgjova një predikues të ri. Ai fliste për dashurinë e madhe që Perëndia kishte për njerëzimin, dhe vazhdimisht thoshte: nëse nuk je i shpëtuar, do të shkosh në ferr. Të dielën e tretë pastori i kishës hoqi dorë, dhe pastori i ri që erdhi atë ditë u zgjodh si pastori përkohshëm. Miqtë mi, ne kemi nevojë ta zgjidhim këtë situatë. Kështu që do të bëjmë një takim me dhjakët nesër mbrëmë. Nuk e dija çfarë ishin dhjakët, por kisha dëgjuar për dhjakun e quajtur Jones, një futbollist që i pëlqenin zënkat. Vura re që në kishte gjithë mbanin me vete një Bibël, kështu që gërmova në Papafingo për të gjetur Biblën e madhe të familjes. I hoqa plurin dhe shkova në takim. Kur hyra në derën kryesore me atë Bibël gjigande, të gjithë dhjakët e ulur në radhën e parë më pan të habitur, por nuk më kërkuan të largohesha, ndaj u ula në fund. Pastori hyri brenda. E lëvizi podiumin dhe më pas më pa. Unë e pash tek i pshërëtiu diçka në vesh një dhjaku. Po ai çfarë bën aty? Nuk e di, ka ardhur këto javët e fundit, por nuk besoj se është i shpëtuar. Më fal zotri. A mund të vish pak me mua? Mendova se tani do të plaste lufta, dhe unë asnjëherë nuk ja kisha mbathur, ndaj e ndoqa. Por kur ndaluam ai hapi Biblën e tij. E di ti që je mëkatar? Nuk është e nevojshme të më thuash këtë. E di shumë mirë që jam mëkatar. Po a e di që mëkati yt të kanë ndarë nga lavdia e Perëndisë? Tek letra e Romakëve kapitulli 3, vargu 10 thuhet: siç është shkruar, nuk ka asnjë të drejtë, as edhe një. Dhe tek vargu 23 thuhet: sepse të gjithë kanë mëkatuar dhe nuk e arrijnë lavdinë e Perëndisë. Në fakt nuk e kam lexuar kurrë Biblën. E po Bibla thot se vetëm njerëzit e përsosur mund të futen në parajsë dhe ne e dim mirë që askush nuk është i përsosur. Unë nuk e kam problem. Prandaj, ashtu si me anë të një njeriu të vetëm mëkati hyri në botë dhe me anë të mëkatit vdekja, po ashtu vdekja i arriti të gjithë njerëzit sepse të gjithë mëkatuan. Sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhurata e Perëndisë është jeta e përjetshme nëpërmjet Krishtit Jezus, Zotit ton. Billy, parajsa është dhuratë. Ti punon? Po, punoj. Dhe paguhesh apo jo? Çfarë quhet kjo? Quhet rrogë ose pag. E marr se punoj. E kupton që ti ke një pagë për mëkatin tënd? Dhe ajo pagë është vdekja? Të gjithë vdesin, por ne nuk po flasim për vdekjen fizike. Po flasim për vdekjen shpirtërore. Paga e mëkatit tënd është vdekja shpirtërore. A ke dëgjuar për dhuratën e Perëndisë, Billy? Besoj se është fales.
Është jeta e përjetshme të cilën e marrim nëpërmjet Jezus Krishtit. Shumë mirë. Kjo është. Tek letra e Efesianëve, kapitulli 2, vargjet 8 dhe 9 thuhet: sepse me anë të hirit jeni të shpëtuar, nëpërmjet besimit. Dhe kjo, jo prej jush, por është dhurata e Perëndisë, jo prej veprave që askush të mos murret. Edhe besimi është dhuratë nga Perëndia. Gjithë këto vite kam menduar se me veprat mira mund të shkoja në parajs. E po tani e di që nuk është e vërtetë. Bibla thot, na shpëtoi jo me anë të veprave të drejta që ne bëm, por sipas mëshirës së tij, me anë të larjes së rilindjes dhe të ripërtëritjes së frymës së shenjtë. Tani dëgjoj këtë. Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të mos u mbas, por të ketë jetën e përjetshme. Çfarë duhet të bëj që ta kem këtë jetë? Kjo tregohet tek letra e Romakëve, kapitulli 10, vargjet 9 dhe 10. Sepse po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli prej së vdekurish, do të shpëtohesh. Sepse me zemër njeriu beson në drejtësi dhe me gojë bëhet rrëfim për shpëtim. Thuaj Perëndisë që dëshiron të shpëtohesh. Për herë të parë në jetën time u luta atë natë. Bëra një lutje që nuk kishte e mësuar në mendje dhe u friksova. Pastori më drejtoi duke më treguar fjalët e pendimit që duhet të thosha dhe mënyrën e rrëfimit të mëkateve të mia para Perëndisë. Më pas i kërkova Jezusit të më shpëtonte, dhe ai e bëri. Kur ngrita kokën nuk e dija që isha i shpëtuar. Ndërkohë që po dilja nga kisha, një nga dhjakët më ndaloi. Billy, mora vesh që ti u shpëtove sonte. Ashtu është. Jam shumë i lumtur për ty, miku im. Lejom të shkruaj disa vargje që ti lexosh sërish kur të shkosh në shtëpi. Ne e quajmë këtë rruga e Romakëve. Në rregull. Mendon se mund t'i gjesh këto vargje në Bibël? Jo, zotri. Unë nuk e kam prekur kurrë Biblën me dorë. Atëherë ulo. Të mësoj unë si ta bësh këtë. Pasi shkova në shtëpi atë natë, isha shumë i emocionuar për të fjetur. Kështu që telefonova Marlin. Alo? Marli, e gjen dot se çfarë ndodhi sonte? Çfarë ndodhi? U shpëtova. Seriozisht e ke? Unë nuk të gënjej dot ty. Më trego pak si ndodhi. Unë kam vazhduar të shkoj në atë kishë ku më çove ti fillimisht, sepse shpresoja që do të shija ndonjë përleshje. Pastori u largua të dielën dhe një pastor tjetër la një takim me dhjakët. Unë nuk e dija çfarë ishte, kështu që shkova. Pastori i ri më tregoi shumë vargje nga Bibla dhe i kërkova Perëndisë të më shpëtonte. Billy, më le pa fjalë. E kujt i thua? Isha aq i emocionuar sa i tregova motrës dhe bashkëshortit të saj. Ata do të vinë në kishë me mua këtë të diel. Do të vi edhe unë me ju. Mrekulli. Unë dua që ti marr me vete të gjithë të afërmit e mi dhe miqt, që të mund të shpëtohen si unë. Kjo është shumë e bukur për të mbajtur e fshet. Billy, e kupton çfarë do të thotë gjithë kjo? Që tani mund të martohemi? Pikërisht. Haleluja. Mëngjesin tjetër mora makinën dhe shkova në shtëpinë e motrës për të biseduar me të dhe bashkëshortin e saj. I kërkova që të uleshin. Duke përdorur referencat që dhjaku më kishte shkruar në blog, lexova vargjet, përfshir numrat e faqeve. Kështu thuhet, dhe nëse nuk shpëtoheni do të shkoni në ferr. Dëgjoni, unë do të vi të dielën në mëngjes. Do t'ju marr që të shkojmë në kishë. Dhe do të shpëtoheni që të dy. E morët vesh? Gjithë javën e kalova duke takuar të afërmit dhe miqt, duke ju thënë se duhet të vinin në kishë të dielën dhe të shpëtoheshin. Marli erdhi në fundjavë vetëm për të treguar se lidhja jon kishte rinisur. Atë të diel ne i nxitëm vizitorët të uleshin në radhët e para ku zun 3 prej tyre. Pas shërbesës, pastori bëri thirrjen për shpëtim, por askush nuk u përgjigj. Dikush foli për herë të fundit, kështu që unë vendosa të bëja diçka. Dola përpara, kërcita gishtat dhe thash: "Radha e parë ngrihuni." Të detyruar ata ndoqën nga pas një dhjak. "Radha e dytë, ngrihuni." "Shkojmë, lëvizni." "Radha e tretë, ngrihuni." Të gjithë ata që erdhen me mua atë mëngjes pranuan Jezus Krishtin. Ne ishim të emocionuar dhe Perëndia tregoi mëshirë. Ai e dinte që isha ende një fillestar, i mbushur me pasion që të gjithë të shpëtoheshin, por prindrit e mi, një hall dhe një xhaxha refuzuan të vinin me ne. Kjo ishte një barë në zemrën time, veçanërisht kur bëj fjalë për tim mat. Nga ka ardhur gjithë ky interes për besimin, Billy? Nga Marli, ajo nuk mund të martohej me një të pashpëtuar.
Edhe unë isha i detyruar të ndryshoja besim që të martohesha me nënën tënde. Por nuk lejova që ajo gjë të më konsumonte. Ti thjesht ke plotësuar një kërkesë si njeri, babi. Kjo nuk është mënyra e dur për të shpëtuar. Që të shpëtohesh duhet i bindesh fjalës së Perëndisë. Unë nuk i kam kushtuar shumë rëndësi fesë, birë. Por unë nuk po flas për fen, po të flas për një person, për Jezus Krishtin. Ai është madhështor. Shiko, mua më bëhet qefi që ke gjetur diçka që të gëzon. Por unë vetë nuk kam nevojë për të, Billy. Ke për ta ndier mungesën e parajsës. Unë nuk dua që ti dhe mami ta kaloni përjetësinë në ferr. Si mund ta bëj një perëndi i drejtë diçka të tillë? E pa i dha birin e tij që të paguante pagën e mëkateve të tua. Si do të ndjehesh ti nëse do të jepje jetën për dikë i cili më vonë do të kthente shpinën? Kjo është zgjidhja e tij. Pikërisht. Perëndia na jep mundësinë që të zgjedhim, por parajsa i përket atij. Kështu që i vendos ai rregullat. Dhe ai thotë që parajsa është dhuratë kur ti pranon Krishtin. Ti nuk mund të shkosh atje me veprat e tua të mira, apo duke shkuar në një kishë të caktuar. Mendoj se këtu ke të drejtë, Billy. Atëherë të lutem, eja bashkë me mami në kishë të dielën. Është Pashka. Ne do të festojmë ringjalljen e Krishtit. Atë të diel erdhën nëna, babai, halla, xhaxhallar dhe kushërinjt, dhe të gjithë pranuan Krishtin. Kështu e gjithë familja ime, përveç një halle dhe një xhaxhai, u shpëtuan brenda 6 muajve. Çfarë shpëtimtari që kemi. Unë dhe Marli u martuam në gusht, dhe të dy shkuam në një shkollë biblike ku Perëndia më thiri për të ndarë ungjillin. Ai na dha 4 fëmijë të mrekullueshëm dhe të gjithë ata i shërbejnë Zotit. E falenderoj Perëndin për karakterin dhe bindjen e Marlit. Qëndrueshmërinë e vendosmërisë së saj për të mos u martuar me një të pashpëtuar. Tani ajo ka një bashkëshort ungjilltar dhe fal kësaj shumë njerëz po vinë tek Krishti. Perëndia është besnik. Dëgjues të dashur, ka shumë mënyra se si mund ta kaloni kohën, por ekziston vetëm një për të marrë jetën e përjetshme. Jezusi tha: "Unë jam udha e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveçse nëpërmjet meje." Ftojeni Jezusin në zemrën tuaj dhe filloni të esni në shenjtëri. Bibla thot: "Sepse kushdo që do ta thërras emrin e Zotit do të shpëtohet." Nuk ka nevojë për ndonjë lutje të veçantë, sepse Perëndia është ai që shikon zemrën tuaj. Por nëse keni nevojë për ndihmë, juftoj të na shkruani në Radio 7, kutija postare 2914 Tiranë, ose mund të na dërgoni një email në info@radioviz7.net. Ndoqët programi me numër 358. Kjo ishte historia e vërtetë e Billy Behrens. Të lirë nga pranga, të prodhuar nga Pacific Garden Mission dhe u soll për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë, për të treguar nëpërmjet historive të vërteta se nëse jeta juaj është bosh, ajo mund të mbushet derisa të derdhet. Do të ishte kënaqësi të dëgjonim se si ka ndikuar këto programe në jetën tuaj. Ndaj mos harroni të na shkruani. Deri herë në ardhshme bashkë, miru dëgjofshim.